E pam tashmë se sa ka prodhim kryesisht në zonën e Podujevës, edhe rreth 1.300.000 euro me pas qarkullim prej mjedrës nuk është sasi e vogël. Për krejt ata që doni me fillu me mbjell mjedrën, i keni 2 sezona, edhe në pranverë edhe në vjeshtë. Kuadër të javës kemi dhe ditën e mjedrës ku jemi mbledhur sot. Kemi fermer profesionist, kemi pika grumbulluese shumë moderne, kemi ekspert, kemi partner, kemi tregje. Fermerët gjithmonë kanë nevojë për material mbjellës cilësor, teknologji të përshtatshme, këshillim praktik dhe çështje të blerës të besueshëm. Gjithmonë nga Ministria e Bujqësisë nuk ka munguar dhe nuk do të mungojë mbështetja e ministrisë si qoftë përmes programeve të zhvillimit rural, qoftë për pagesave, përmes subvencioneve. Drejt plantacionit, ku do të njihemi nga afër me kultivimin modern të mjedrës në vazo, si dhe do të shohim nga afër disa teknologji inovative. Jem duke parë që mendimin e Caritasit kemi pas një program që kemi shfrytzuar me 10 fermer kontrakt farming e quajmë ne. Thjesht ne këtu kemi vetëm mjedrën edhe luleshtryen drezën. Ne si kompani asnjëherë nuk kemi pas këto probleme me fermerët tanë. Ne kemi mundohemi jashtëzakonisht që të jemi besnik ndaj fermerëve. Mama në kultivoj për vitit 2012. Do ta bëj një fond, por jo të keq përdoret, po nëse sikur tash që janë dëmtuar fermerët 100%, do të kompenzohet se paku 50% vlera e domit. Çdo të diel nga ora 17:40 Fara, emision me Dafin Millakun.